Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas kaq vitesh sekrete, Eriola Doçi bën publike lidhjen e dashurisë. Një tjetër çift i mundshëm po qarkullon në titujt e showbizit roz. Eriola Doçi dhe fituesi i Bigut në Kosovë, Lumbardh Saliu. Burimet pranë emisionit të njohur bëjnë me dije se mes dy ish banorëve të reality show-t ka lindur diçka më shumë se miqësi gjatë bashkëpunimit për një projekt filmik. Edhe pse Lumbardhi u tërhoq nga projekti për shkak të mosmarrëveshjeve për pagesën, duket se marrëdhënia me Eriolën nuk ka përfunduar aty. Të dy nuk kanë dalë ende publikisht si çift, por afrimiteti mes tyre po ushqen dyshimet se diçka po ndodh larg syrit të publikut. Ndërkohë, Eriola vazhdon angazhimet në ekran si prezantuese ku çdo javë sjell energjinë e saj. Për momentin romanca mbetet në fazën e zërave, por sa gjatë do të fshihet kjo histori? Ngele ta shohim.